Instituti i Shëndetit Publik ka dhënë disa rekomandime si duhet mbrojtur higjiena në këtë periudhë, kur thuajse i gjithë qyteti është mbuluar nga mbeturinat. Sipas institutit, qytetarëve u rekomandohet të mbajnë doreza ose të dezinfektojnë duart sa herë që vinë në kontakt me mbeturinat, me qëllim që të mos preken nga mbetjet që lëshojnë mbeturinat. Gjithashtu instituti rekomandon dhe të gjitha institucionet, posaçërisht shkollat, të këshillojnë nxënësit si duhet vepruar dhe mbrojtur nga kontakti me mbetje komunale. Çdo kënd i shkupit i mbuluar nga mbeturinat shton frikën te qytetarët se mund të bëhet fole për brejtësit. Mbeturinat vazhdojnë të mbeten të derdhura në trotuare dhe rrugë, duke penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve dhe makinave. Qytetarët ankohen për kundërimin e erës së keqe dhe për hapjes së ndonjë infeksioni. Nga higjiena komunale informuan se gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes së kaluar janë pastruar mbeturinat diku, duke filluar nga bulevardi Gote Delçefe deri në disa lokacione të komunës Aerodrom. Sipas ndërmarrjes, gjatë kësaj periudhe janë tërhequr gjithsej 350 ton mbetje komunale. Për gjendjen e krijuar, qytetarët fajsojnë institucionet kompetente që sipas tyre tashmë me muaj kanë shpërfillur gjendjen me mbeturinat, duke hedhur fajin nga një institucion në tjetër.